Si që paralajmëruam në fillim të emisionit, do flasim për procesin e numërimit të votave, po ashtu për nisjen e numërimit të votave të diasporës dhe cilët janë skenarët e mundshëm për krijimin e institucioneve të vendit. Këto dhe të tjera do i diskutojmë bashkë me të ftuarit tanë, Fatmir Çollaku, profesor, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Mirëmëngjes, respektuar. Si dhe Job Gojnovci, analist politik, zotëri Gojnovci, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Faleminderit për ftesë, mirësevgjej. Profesor, po i nis me ju dhe ka qenë e pritshme që në farë forme partitë politike të ndëshkohen nga qytetari në zgjedhjet e 7 qershorit. Është një rrjedhë logjike, sepse përsëritjet e shpeshta të zgjedhjeve në Kosovë, pa me dyshim që kanë irritu dhe elektoratën dhe ky irritim manifestohet me një formë të veçantë të revoltës, që për mua elektorati i Republikës së Kosovës në këto zgjedhje ka treguar, si zakonisht në zgjedhjet më hershme, po ka treguar një pjekuri politike, ka treguar një qasje kritike, sepse mosdalja masovike në zgjedhje, mosdalja është mesazhi më i fuqishëm i çortimit dhe manifestimit mlefit dhe zhgënjimit për klasën politike që s'arritën me gjetë një modus operandi për me zgjidh problemin, për me të kalu ngrirëshën politik dhe për me i konstitu institucionet. Prandaj, populli diti të flas, duke mos dalur në zgjedhje, dhe kjo kujtoj dhe besoj që është pranu si mesazh i fuqishëm për tërë klasën politike dhe në çfarë do qoftë varianti nëse vazhdim të një zgjedhje tjetër, në cikël tjetër zgjedhor, votuesit tanë nuk kanë me dalë edhe një përgjigje hala, edhe më të madhe nuk kanë me dalë në zgjedhje, sepse është thjesht revolt e qytetarit të Republikës së Kosovës për klasën politike, pa dallim në partitë politike, kjo klasë politike që është në skenë politike, dhe është një tregues sinqerisht i pjekurisë politike, i kulturës politike të qytetarëve të Kosovës, sepse nuk duhen në zgjedhje, nuk pat asnjë incident serioz gjatë zgjedhjeve, që do thotë ne mund të organizojmë zgjedhjet, kemi kulturë politike, por dijmë edhe të ndëshkojmë ata të cilët nuk e kryjnë detyrën për interes popullit. Nuk e marrin përgjegjësinë cilën ua kanë dhënë qytetarët. Dhe zotëri Gojnovci, në farë forme kë e shihni humbs nga këto zgjedhje të 7 qershorit, sepse gjitha partitë politike, nëse e përkthejmë pra në numër të votave, secila i bie të ketë humbur vota. Tani në aspektin politik, humbësit më të mëdhenj do se kanë fituar një numër të votave më tepër janë opozitarët, për mendimin tim. Për shkak se në zgjedhje shkuam që ta dobësonin edhe më tepër lëvizjeve të vendosje në mënyrë që t'ja pamundsonin krijimin e qeverisë së vetme. Por në rrafshin e numrave lëvizjeve të vendosje duket është humbësia më e madhe, sepse ka humbur edhe shumë mandate, por edhe jashtëzakonisht shumë numër të madh të votave. Po, rrjedhimisht kemi të gjithë humbës dhe realisht një fitore nëse i ndajmë në subjekte politike, një fitore më pozitive duket të jetë ajo për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, për të cilën kishte pritje nga shumë kush se nuk do të arrinte të kalonte pragun e nevojshëm elektoral. Ajo arriti këtë ta bënte, ndërsa nëse i marrim pra po thënë veç lëvizjave vendosje ka humbje të madh, të numër të madh të humbjes të mandate, gjithashtu të paktën deri tash sa janë numëruar votat pa votat e diasporës, dhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila nuk arriti të rritej, veçanërisht humbje ndonse ka shënuar një rritje në numër të mandateve, por humbsin më të madhe të situatës, megjithatë për shkak të pritjeve të mëdha që ka mbjellur shkurja e zonjës Vjosa Osmani në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ajo nuk është përkthyer në parametrat që ata prisnin dhe në parametrat që ndoshta konsideroj se mund të lëvizte pozitivisht. Asnjë nuk është fituese, por se partitë opozitare nëse zoti Kurti nuk do të arrijë ta bëjë qeverinë i vetëm me minoritetet jo serbe në kuvendin e Kosovës, siç e ka tani qeverinë në detyrë, atëherë ja kanë arritur pjesërisht qëllimit, sepse për logjikën time, optikën siç e kam parë krejt procesin që nga shkurti i vitit e kaluar, e gjithë betejë është zhvilluar që ta dobësojnë lëvizjet e vendosje dhe të mos jetë në numrat që ishte. Kjo është arritur pjesërisht. Është problem ende thuhet nëse ja kanë dalë. Po pra. Po si votat e diasporës edhe mund ta bëjnë
ndryshimin. Po, janë numër i madh i votave të cilat mund ta bëjnë ndryshimin, por lëvizja vetëvendosje nuk mund të vijë në numrat që i kishte 57 deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Po. Prandaj është një humbje e mandateve, e cila edhe nëse e krijon qeverinë zoti Kurti me minoritetet jo serbe, do ta krijojë një qeveri jashtëzakonisht të bresht me një ose dy deputet më tepër se sa që i duhen. Kjo është situata më pozitive nëse do të krijohet një qeveri. Dhe kjo është një problem dhe edhe për të qeverisur, por veçanërisht është problem për të zgjedhur institucionin e presidentit, pra për të zgjedhur presidentin që drejton institucionin e presidencës. Prandaj mendoj që bashko me mendimin e profesor Çollakut, i cili thotë se qytetarët e Kosovës kësaj radhe kanë bërë një ndëshkim për të gjithë. Dhe kushdo që trumpeton se është fitues, për logjikën time është absolutisht mashtrim optik, sepse nuk ka fitues në këto zgjedhje. As opozitorët që i shtyjnë vendin në zgjedhje me shumicë, me të investuar politik e bën këtë, e as partia më e madhe në vend, e cila humbi një numër të madh të mbështetësve veçanërisht të votës qytetare. Prandaj qytetari nuk e kishte të falur, nuk e fali këtë ecje politike që ndodhi për një vit e gjys në vendin tonë, 3 palë zgjedhje jashtëzakonisht shumë, plus 2 palë zgjedhje lokale, dhe përtej numrit të madh të zgjedhjeve, përtej mundimit, pa institucione tash e një vit e gjys. Prandaj jemi në situatë kur qytetari vrojton, por edhe reagon. Natyrisht unë kam pritur, ju them sinqerisht, edhe reagim më të thellë, dhe ndoshta nëse hamendsojnë sërish partitë politike të na dërgojnë drejt zgjedhjeve të reja. Mbase bojkoti mund të jetë edhe më i madh herën tjetër. Jo vetëm bojkot, po unë mund të pres edhe reagime tjera qytetare të cilat mund të jenë specifikisht me politike dhe me agile. Po. Dhe profesor, kur jemi pra tek pjesa e humbjes votave tek gjitha partitë politike, përveç pjesës së krizës institucionale, pra moskrimit të institucioneve, çka tjetër besoni se ka penalizuar edhe lëvizjen vetëvendosje që të mos e marrë rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Penalizimi mund të interpretohet si mos përmbushje e premtimeve dhe mos zhvillim ekonomik, më mirë thonë, mos realizimi asnjë projekti kapital ekonomik, mos investim strategjik, zbehje e partneritetit me miqtanë ndërkombëtare, me veçanti me SBA-n. Diku në ndëgjova, nuk është e imja, po është e imja për faktin që po e tham tani, dhe po pajtona me atë, dikush e tha nuk e di, media para të sa dite, nuk është mjaftueshëm me thonë raportet me Amerikën i kemi mira, po duhet i kemi shkëlqysh. Duhet i kemi shumë të mira, se nuk mjafton me thonë mirë. Prandaj nëse qeveria e Kosovës, kushdo qoftë në qeverinë e Kosovës, si kjo tanishme tani apo në një ardhshme, nëse me zhvillimin e politikave të jashtme e ruajnë një farë standardi të mirë me marrëdhënieve diplomatike dhe politike me SBA-n, por jo shkëlqyshëm, ata s'kan arritë përmbushin objektivin për mua ndër objektivet kryesorë, mbajtja konstante e lartë e miqësisë dhe bashkëpunimit me SBA-n fillimisht dhe me tjerë evropian si Britania e Madhe të tjerë me sinjor Radhazi, sepse pa mbështetjen e fuqishme dhe përkrahjen diplomatike të fuqive të mëdha në radhët parë SBA-s, ne nuk kishim arrit këtë numër të njohjeve dhe nuk mund të arrijmë asnjë kyçje gjithsesi integrim ose antarësim në organizata ndërkombëtare, sepse disa organizata ndërkombëtare të rëndësishme ende nuk janë të hapura për Kosovën, përkatësisht nuk është antarësuar si Interpoli, si UNESCO, shumë si numëroj tjerat, Kosova nuk është antarësuar dhe çfarë do të qoftë mundësi mund antarësuar është vetëm përkraja e fuqishme e SBA-s dhe miqve tanë ndërkombëtar. Prandaj, në planin ndërkombëtar, në planin e zhvillimit ekonomik, në shumë çka tjetër të karakteri strategjik për lëvizjen e Kosovës, kjo qeveri si duket nuk ka zhvilluar mjaftueshëm aktivitet dhe njerëzit, përkatësisht qytetarët e Kosovës, i dinë, i lexojnë, tani më veç ke mundësi shumë të mëdha krahasim me dikur në periudha më të hershme kohore, sepse interneti dhe mundësi teknologjike janë të tilla që për një pak minuta kuptojmë gati shumë çka më stam gjithçka dhe në këtë aspekt unë llogaris një strukturë e caktuar e elektoratit ton nuk ka dhënë pëlqimin, nuk ka dhënë domethënë besimin kësaj strukture politike, si dhe bëhemi sinqert një strukturë rritur, një përqindje rritur të votuesve në zgjedhjet e kaluara për vetëvendosjen ishin ata votuesit të cilët nuk janë konsistent në orientimin e tyre politik
dhe nga egzaltimi kolektiv i ideologjisë neomajtiste me ato me pakun sociale dhe të tjera, përveçsuar nëse tërhoqen një numër më të madh të edhe kësaj radhe pati profesor ndarje të shtesave pakun sociale. Po, do dalim, kjo është e mirë, unë e kupton edhe tjetrën, prandaj për disa jam edhe konfuz se s'po e lexojnë krejt ato çka po them, s'po e marrin kontekstin e përgjithshëm. Është e mira që ato parë kanë shkuar te qytetarët tanë. Domethënë pakun sociale është distribuar në strukturat. Por duket që se ka pasur atë ndikimin që sociale. mund të pretendojë për blerje të votave. S'kemi bë hulumtim, nuk e dim, mund të jetë që edhe kjo shifër që është tani është një pjesë rezultati i kësaj pakun sociale, sepse nuk do të bëni hulumtim për këtë, se sa kanë ndiku pakun sociale në rezultatin e zgjedhjeve. Pra, ne mund të supozojmë, unë supozoj që një numër i konsiderueshëm, po jo saktë, unë ta dim, është në këtë strukturën e numrit prej 48 ulësve për momentet që flitet që do të ketë vendosja, një numër i caktuar është rezultat edhe i pakun sociale. Sepse nëse flasim në mënyrë hipotetike, po të mos ishte pakun sociale në këto kohë, në këto rrethona, atëherë supozimi do të jetë se do të kishte numër edhe më të vogël të epilogut këtyre zgjedhjeve, që do të thotë një numër edhe më të vogël të ulësve në parlament. Prandaj këtu mund të shkojmë vetëm me supozime dhe hamendësime se s'kemi hulumtim. Megjithatë, nuk mund të injorohet pakun sociale që ishte realisht bukur e strukturuar dhe në vëllim financiar, në masë financiare bukur e madhe, që do të thotë një numër i atyre përfituesve sigurisht që kanë dhënë votën e VV-s, edhe në qoftë se kanë qenë votues më hershëm të partive tjera. Po, e qartë. Zotëri Gojnovci, në anën tjetër, sot pati edhe një reagim të një kandidati, në fakt, për deputet nga LDK-ja, bëhet fjalë për Abdullah Hotin, i cili tha se kur opozita organizohet për kapje të posteve dhe nuk ka kauza ndaj pushtetit, rezultati është ky që pam të dielen. Në fakt, duhet ketë pra kritika të tilla ndaj partive opozitare, e barti një pjesë të fajit edhe opozita për një opozitarizëm të dobët? Natyrisht dhe e lexova dhe tekstin që kishte shkruar zoti Hote në rrjetet sociale dhe është e vërtetë sepse veçanërisht në partinë politike ku zoti Hote bën pjesë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi pas jo vetëm garantje për të pozicionuar kush çfarë do të merr nesër pas zgjedhjeve, por ka pas edhe kopje të vetë Lidhjes Demokratike të Kosovës nga disa individ, kryesisht 2 individ, zoti Abdigjiku dhe zonja Osmani, të cilët kanë bërë një fushat kokë më vete, janë prezentuar kokë më vete dhe hapësira për të tjerët pothuajse ka munguar. Qoftë në media, qoftë në takimet e përditshme me qytetarët. Veçanërisht në takimet e përditshme me qytetarët, sepse ata kishin konceptuar një fushat të tillë duke dalur takuar qytetarët dhe duke u përgjigjur atyre në disa lokalitete të ndryshme të Kosovës. Zoti Hoti bën mirë që reagon dhe bën mirë që e sjell në mendje që nëse lufton për opozita, merr një rezultat çfarë ka marrë. Opozita, e thash pak më herët, për mendimin tim ka korrë një rezultat dëshpërues, por në rrofshin apo gjatë politik. Shikoni, ne vim pas një qeverisje të zotit Kurti 4 vjeçare me mandat të plot dhe pothuajse 1 vit e gjys në detyrë. Opinioni publik, votuesi në Kosovë nuk është gati të kthehet në historinë politike të cilën e kishin ndërtuar partitë opozitare. Ndërsa është gati ta përqafojë politiken dhe historinë politike të zotit Kurti, sepse tashmë edhe zoti Kurti ka një histori politike, 4 vjeçare të mandatit e plot dhe 1 vit e gjys të qeverinë detyrë. Fakti që qytetarët janë gati të zgjedhin për herë të katërt zotin Kurti në numra gati plebiscitar, 2 herë plebiscitar mbi 50% dhe 2 herë mbi 42-43%, duhet të jetë alarm shqetësues për opozitarët. Kjo tregon që doktrina politike të cilën udhëheq zoti Kurti në qeverisje është shumë më e pranueshme për qytetarët se sa doktrina politike dhe trashëgimia politike të cilën e kanë lënë pas partitë opozitare që janë tani. Nëse kishin qenë zotëri Gojnovci partitë opozitare më të unifikuara, besoni se do të mund t'ja delin një farforme karshi lëvizjes vetëvendosje? Por gjitha po duken t'jenë të ndara në qëndrime dhe kur bëj fjala
për president edhe për Ky është një nga elementet që përmendni ju, të jenë më të unifikuara, por për mendimin tim do duhet të ishin më të strukturuara politikisht dhe më të sinqerta në raport me të kaluarën e tyre dhe me atë çfarë i pret nesër. Sikur sot që ka bërë zoti Hoti, do duhet të flisnin për çdo ditë dhe të pastronin radhat e tyre, jo vetëm nga elementet që kërkojnë më tepër hise personale se sa pozicioni i cili ndihmon publikun, ndihmon opinionin, ndihmon shqiptarën e Kosovës. Pro kemi politikanë të cilët ka rëndësi ata ku janë dhe s'ka rëndësi ku është vendi. Dhe kjo është qasja e gabuar e shumë prej individëve në subjektet politike opozitare. Natyrisht këtë hendek më së miri e shfrytëzon zoti Kurti, i cili ka sens të shkëlqyeshëm të leximit të situatave. Dhe patjetër që unifikimi është një faktor i rëndësishëm, por edhe pranimi i gabimeve të shumta që kanë bërë në qeverisje, kur fola pak më herët për historinë e cila i ndjek mrapa, partitë politike opozitare janë të bërat e tyre me të cilat opinioni publik nuk është pajtuar dhe i ka dërguar jo vetëm në opozit, por i ka dhënë shansën e jashtëzakonshëm dikujt tjetër duke i dhënë 50%. Vetëvendosja dhe zoti Kurti nuk e kanë fituar 50% nga që kanë ofruar një mrekulli nëpërmes programit të tyre. Por një pjesë jashtëzakonisht e madhe e votuesve të cilët e kanë votuar zotin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje kanë votuar për shkak se kanë qenë thellësisht të dëshpëruar me qeverisit e kaluara të partive opozitare tashmë, që po i quajmë opozitare sepse i identifikojmë kështu, ndonse ato nuk janë tani opozitare. Prandaj mendoj që distancimi, pastrimi i radhëve, pajtueshmëria me të bërë dhe të babërat e tyre duke na treguar se kanë marrë mësim nga ajo që kanë bërë, do duhet të ishte një udhërrëfyes që ata do duhet ta ndiqnin brenda subjekteve të tyre politike. Unë shoh edhe demokraci jashtëzakonisht të vakët brenda subjekteve politike opozitare, e cila me patjetër që e ka ndikimin e vet në votën më pastaj. Kur zonja Osmani u fut në Lidhjen Demokratike të Kosovës, jo gjithkusht në Lidhjen Demokratike, madje jashtëzakonisht numër i madh i tyre, njerëzve që aty veprojnë me vite të tëra, që kanë potencë politike brenda subjektit politik, ishin kundër ose të paktën me heshtje pranuan një aderim ose një rikthim të zonjës Osmani, ndonse s'ishte aderim i plot. Dhe sot zonja Osmani përkundër që del dëshmon edhe fakti që edhe nga elektorati nuk ishte pranuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ndonse dele para me numrin e votave në listën e Lidhjes Demokratike, ajo nuk ka arritur të marrë më shumë se 70% të votës së elektoratit të LDK-s, që është adresuar. Lutem të shkojmë edhe tek votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra tek kandidatët për deputet, për të analizuar këtë statistikë. Adresuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Prandaj tregon që pranueshmëria për zonën Osmani nuk ka qenë e shtrirë në Lidhjen Demokratike të Kosovës tërësisht. Po. Pra janë vetëm 72.000 vota nga 91.27. Dhe për ta përmbyll këtë fjalitimin ndoshta e zgjata tepër, por me atë çfarë ka thënë zoti Hoti sot, është që zonja Osmani në natën kur po kumtoheshin rezultatet dhe patëm rezultate preliminare, doli prap për ta vënë vetveten në funksion, jo Lidhjen Demokratike të Kosovës, po veten e saj duke thënë unë s'ka arsye të mos votojmë nga s'ka arsye të mos votojmë, pra se kishte problem për t'ja. Profesor, dhe kur jemi tek Lidhja Demokratike e Kosovës, si e keni parë dhjetën e parë, e cila pra kryeson deri në numrimin e deritaneshëm të votave, janë kryesisht emra të listës së LDK-s, jo të listës e cila ishte bashkuar me zonjën Osmani. Të emra të njohur për opinionin, për votuesit, dhe fjalë për figura të kahmoshme në politikë edhe në Lidhjen Demokratike, si për shembull zoti Hoti, Shala, Zoja Hikmeti kështu me radhë. Kurse anëtarët ose më thonë kandidatët e Vjosës, lëvizjes, çfarë ishte lëvizja dikur më aty, Kozo, e që tash integruar këndej, nuk kanë marrë, përkatësisht nuk janë pranuar mirë nga votuesit e LDK-s, dhe kemi një disproporcion shumë të madh mes votave në zgjedhjet e kaluara ku ishin në subjektin tjetër, për shembull si rasti i Haxhi Abdylit. Jeta Satovc, Albina Reshitaj, po diferenca shumë e madhe dhe kjo mund të lexohet shumë lehtë që votuesit shumë lehtë të kuptohet lehtë se votuesit e LDK-s nuk e kanë pranuar pra këta bashkëpunëtorë të zonjës Osmani
që më jo besu votën e tyre në një përqindje më të madhe. Që i bie se kjo është tregus, këta parametre në tregus, që në radhët e LDK-s, këta kanë thonë kolegë, nështë kolegu Gojnosi ma herë ka pas thonë edhe kolegu tjetër që isha në studia, që ka një mos pajtim të madh mes zyrtarëve të LDK-s, atyre që ka një background pozitiv politik në LDK, dhe ka një papajtueshmëri me këta, unë piquj kushtimisht ardhacakët politik, dhe kjo do të përkthehet në një jazd, përkatësisht në një përçarje të brendshme, e cila natyrisht nuk është e mirë për partinë, dhe mund të jetë një mikrob, një sindrom i cili më vonë mund të ketë pasojë shumë të mëdha në aspektin e një divergjencave të pamenazhueshme brenda vetë partisë së LDK-s. Unë uroj që mos ketë asnjë divergjencë të mëdha. Ishte deklarata e Hotit, zotit Hotit, edhe unë pajtona me kritikën që i bën ai, edhe ndoshta në një përqindje gati 90% pajtona me atë, se vërtet opozita ka një përgjegjësi shumë të madhe për gjendjen, sepse të gjithë opozitarët të radhitën për parti ndryshme politike deri në këto zgjedhje parti opozitare, kanë përgjegjësinë e tyre, sepse nuk e kanë pasur me vërtet çështjen e Kosovës si primare, por si duket etja për pushtet edhe për pozicionin në politikë. Për interesa personale. Po, pra ka pas, ose partijake, personale, klanore, po jo shtetërore. Po. Dhe shkojmë tani tek lëvizja vetëvendosje, për të parë edhe nëse ka pasur ndryshime, megjithëse janë emrat e njëjtë edhe ajo që kemi analizuar pra ditëve të fundit, por edhe nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Janë kryesisht emra cilët kanë qenë edhe ministra në kabinete pra të ndryshme qeveritare, zoti Gojnovci, nuk ka ndryshime. Dhjeqja e parë e vetëvendosjes. Po, ajo që është interesante, lëvizja vetëvendosje ka një rënje të madhe të përkrajes shumë prej emrave këtu, por keni parasysh një element, kur ka shumë votë për partin, patjetër që njerëzit aty mund të marrin votë. Tani mungesat azëm e votës, dallimi mes votës kur zonja Osmani, zonja Statovci, zonja Reshitaj, ose zotja Gjavdyli ishin në çadrën e vetëvendosjes. Ata do të përfitonin shumë votë, sepse kishte votë me shumicë në lëvizje vetëvendosje. Ajo që ka rëndësi është që unë e kam thënë edhe në studion e juaj një herë, kur kemi qenë në një rast tjetër, në partitë politike në Kosovë shumë emra të cilët ndoshta prezantohen si prurje të jashtëzakonshme politike, nuk shkojnë në partitë politike për të dërguar votë, por shkojnë në partitë politike për t'ju marrë votë. Për të marrë votën, po. Dhe rastit azëm i zonjës Statovci dhe zonjës Reshitaj, po e përjashtoj zonjën Osmani, në Lidhjen Demokratike të Kosovës, tregon që ato janë bërë deputete, mund të bëhen deputete, duke përfituar nga hambari votave në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por që dërgimi i votës së re nga këto zonja dhe zotëria Gjavdyli në Lidhjen Demokratike të Kosovës mund të jetë shumë i vogël. Prandaj, sepse edhe Albina Reshitaj, më falni, pra është 16 në listë, dhe Jeta Statovci është e 20 në listë. Jeta Statovci në varësi prej kuotës gjinore, nuk e di se si është stata, duhet jetë minimalisht 30%, pra në Lidhjen Demokratike të Kosovës nëse fiton 21 vende janë 7 gra që duhet jenë, por se mos harroni, kemi edhe 100 sami votat të panumëruara dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është e sigurt nëse do të ketë 20 mandate. Prandaj nëse nuk do të ketë 20 mandate dhe numrat nuk lëvizin nga njëri tjetri, atëherë zonja Statovci edhe mund të rrezikoj pozicionin e deputetës në Kuvend. Natyrisht e gjitha kjo varet, po them, në kombinim edhe me kuotën gjinore. Por partitë politike në çështje të rëndësishme nuk duhet të shfrytëzohen vetëm për të marrë votë, por edhe për të dërguar votë, që duket fare qartë që mungesat e mëdha të votës në disa parti politike përkundër prurjeve të reja që ata i quajnë, nuk kanë sjell rezultate pozitive. Dhe profesor, kur jemi tek vetëvendosja, është Albin Kurti me 219.000 vota deri më tani, ndërkëse shkojmë e regjia ju lutem edhe tek LDK-ja, për të parë votat e Osmanit janë 72.000, bie 72.000. Një diferencë, profesor, shumë e madhe. Çka shpërfaq kjo diferenca në vota mes Kurtit edhe Osmanit?
Unë e shoh pak më ndryshe, jo kësi krahasim mekanik me bomë, sepse nuk po të bëjmë vërtet e ty, po kush qoftë që mendon kështu, sepse bëhet fjalë për një kontingjent dhe një fish më shumë e sa të elektoratit të orientuar ka kjo parti, ka LVV, dhe rrjedhimisht lideri i saj Barcelistës e ka marrë atë kontingjent votash për 122.000, gjë që krahasuar nominalisht me shifra i bjen diku rreth 50.000 vota më shumë se Zoja Osmani. Kjo diferencë me 50.000 vota e ca nuk o tregus se ajo është shumë më i pranueshëm si individ ose si lider, sepse edhe herë po e thjeshtojmë LDK-ja me VV-n nga aspekti potencialit dhe shtrirjes dhe elektoratit ka dallim shumë të madh. Prandaj edhe ky dallim të dy subjektet, përkatësisht të dy barasit, është logjikisht i kuptueshëm. Por as Osmani bie që nuk arriti ta marrë këtë elektorat, apo jo, më tepër. Po edhe kjo shifër është e mjaftueshme. Tu e di që ka shkuar një parti që është e treta dhe mbetet edhe më tutje e treta. Ai ka marrë shumë, sepse është i pari si parti, edhe kjo ka marrë shumë në partinë e tretë, që i bjen ka marrë mjaftueshëm për partinë e tretë. Të nofte, cili është qëndrimi juaj për këtë krahasim të votave mes Osmanit dhe Kurtit, duke marrë parasysh që Osmani ka qenë gruaja më e votuar me 300.000 vota para ca vitesh. Kërkoj falje, jo 50.000, se më shumë, se pas llogarit mirë. 219.000 atje me 72.000 qenë ka 3 fishi. Zoti Kurti do ta thelloj në kambindjen dhe këtë diferencë, por gjithsesi unë pajtohem me pjesën kur profesori thotë që nuk mund të bëhet krahasimi për shkak se s'kemi hambarin e njëjtë votave. Këtu kemi rreth 400.000 vota do të përfundojë vetëvendosje, Lidha Demokratike e Kosovës nuk do të ketë as pak më shumë se 1/3 e saj. Po, por nëse shihim pas edhe nga aspekti se shumica e votuesit kur e voton një subjekt politik e voton edhe numrin e, barcin e listës. E vërtet, por keni parasysh edhe një element tjetër sa për të shtuar pak zjarr në këtë pyetje e juaj. Nëse zonja Vjosa Osmanit do të ishte garant e vet, unë jam i bindur që nuk do të merrte jo këtë 70.000, por shumë më pak se këtë. Pra varësisht nga kampi ku bën pjesë merr dhe vot në Kosovë. Ju marrë edhe një shembull tjetër nga e kaluara politike e partive tona. Ne kemi pas lider politik në Kosovë që ka qenë i dyti brenda partive politike në Kosovë. Kemi pas zotin Shpendameti, kemi pas zotin Besari Meri, kemi pas zotin Fatmir Limaj, që kanë qenë jashtëzakonisht të votuar kur kanë qenë në Partinë Demokratike ose në lëvizjen vetëvendosje. Kur kanë garuar vetë, nuk kanë arritur ta kalojnë pragun. Pra çështja është ku bën pjesë. Edhe zonja Osmani duket sikur me rritjen që ka shkaktuar të supozuar nga 13% në 17% tani, i thëmë kështu, me që nuk janë mbyllur ende kutitë e numërimit të votave, duket që ka shkaktuar një rritje për 3.5%, 4% në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe nëse morëm të mirë qenë këtë rritje që zonja Osmani ka pas si ndikim në Lidhjen Demokratike, ajo i bie që nuk do të mund të merrte më shumë se 40.000 vota, maksimalisht 40.000 vota, nëse do të garante e vetë me një listë politike. Pra, zonja Osmani që po ndërlidhem me ato që thash pak më herët, zonja Osmani duket se ka marrë votë, është e qartë që ka marrë votë të garantuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por nuk ka dërguar votë të madhe në Lidhjen Demokratike, pra të re. Nuk ka gjeneruar vetë. Nuk ka gjeneruar, sepse zonja Osmani kemi biseduar bashkë, s'po dua të përsëritem tash, ndoshta edhe është e tepruar, por ajo ka bërë disa gabime të tilla politike, që e ka minuar potencialin e saj politik. Të gjithë kanë pritur më shumë me të drejtë, por sikur deshti që të mos ndihmojë vetë. Duke që pritjet mbasi su përmbushën. Tek PDK-ja janë profesor kryesisht emra një farforme të njëjtë edhe këtu pra dhe tek kjo parti politike, duket se nuk ka shumë ndryshime, por një farforme ka dhe emra trin që duket se po i zaventojnë disa nga deputetët që kanë qenë për disa legislatura me radhë, si pjesë e kuvendit. Kam fjallën për 10 e parë, sidomos. Si që është Arjan Tahiri, përparim Gruda, Sala Jashari. Është një frimerezh pozitive kjo? Po, shumica janë realisht për figurave të vjetra të PDK-s, për ashtu do më vetëm ta dy personat, të cilët edhe këta nuk janë shumë tri në zgjedhje, për faktin se zoti Tahiri ishte kandidat në Mitrovicë dhe fitoi një popularitet bukur të lartë, bukur të madh në zgjedhjet e kaluara. Dhe po ashtu ishte i dyti, sa më kujtohet, në zgjedhjet e dhjetorit, i dyti pas Bedri Hamzës, që do thotë
elektorati filloi me njoftë dhe filloi me pranu figurën, personalitetin e zotit Tahiri, dhe kësaj edhe këto zgjedhje tash nuk është i dyti, po është i tretë, që do të prapë është në atë majën e piramidës, që është një tregues se po akomodohet mirë në Partinë Demokratike dhe në opinionin e gjerë, përkatësisht në elektoratin e PDK-s, po pranohet mirë zoti Tahiri, kurse të tjerët janë figura të vjetra, pra figura të kahershme të PDK-s, por është diçka që është vërejtë dhe është bërë publike nga mediat, se figurat shumë vjetra të strukturave të UÇK-s, si për shembull zoti Remi dhe kush tjetër është aty dy persona. Kanë qenë edhe Najt Hasani, Xhavit Haliti, janë të diskutueshme apo hyjnë apo jo në Parlamentin e Kosovës. Domethënë bëhet fjalë për një treshe që nga celulat e para të PDK-s, e cila treshe pra gjithë më shumë po zbehet. A i bie kjo se votuesi një farkove po do figura treja? Po, këto duhet me kuptu kështu, ju lutem. Që nga koha e mas luftës, përkatësisht dhe dje që dekada e parë e mas luftës, ta emra kanë qenë shumë emblematik. Që nga dekada e dytë tani, paraqitja e gjeneratëve treja për herë të parë që votojnë në zgjedhje, domethënë është një numër i konsiderueshëm brenda 10 vjetëve, të cilët gradualisht veç këto figurat e hershme të luftës dhe të mas luftës, fillojnë me s'ma akceptu me atë përkushtimin, me atë intensitetin, me atë fuqinë çfarë edhe kishin ndikur këta për struktura tjera. Që t'jam qartë, po zbehen ose po ma pak po jenë të pranueshme për elektoratin figurat, si personaliteti Remit e... Ligja, ju lutem të shkojmë edhe tek Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Hasanit e kështu me radhë. Kemi Akën Mardian Gjinin, pra si barc i listës dhe numrin 1, por nga votat me gjithë me një diferencë fare dvogël. Patjetër, sepse zoti Gonoci, unë jam ndoshta të rrallët, ose i vetmi që ka thonë ka me pas ngritje të lehtë, dhe kjo ndodhi, prandaj po një e mirë se ku një analizë reale. Dhe çka besoni profesor se ka ndikuar këto, në këtë ngritje të lehtë? Kjo ngritje e lehtë është ngritje shumë e madhe krahasim me interpretimet e shumë analistëve dhe folësve tjerë publik se s'ka me kalu pragun. Domethënë ka pas një numër i konsiderueshëm i folësve publik dhe media që Aleanca e ka problem me kalu pragun. Unë kam qenë optimist, duke i njoftë disa parametra, duke i njoftë edhe frymën brenda Aleancës, duke qenë i afërt me Aleancën, po jo brenda saj, po i afërt gjithsesi, dhe kam qenë shumë i sigurt që kam pas rritje të lehtë dhe jam i disponueshëm për këtë arritje. Ndryshimi i renditjes, përkatësisht heqja dorë zotit Haradinaj të qenërit i parë i AK-s dhe tani një figurë tjetër si Ardian Gjini, po ashtu i dëshmuar në jetën politike, në veçanërisht menaxhim të Gjakovës. Është një parametër, është një tregues që një mënyrë apo tjetër ka ardhur në garë, ka hyrë në garë me parti tjera si figurë e dëshmuar në menaxhim, si figurë e dëshmuar edhe në politikë, si një lojtar i mirë në politikë. Kurse zoti Haradinaj, pra Ramushi, tregoi një fleksibilitet, tregoi një pjekuri, tregoi bëri politik, duke vendosur veten jashtë dhëçit parë, që edhe kjo ishte diçka që do duhej përshëndetet, do duhej të admirohej, dhe kësaj pra krijoi një frymë bukur pozitive, edhe një frymë të shëndosh krahasim me shumë interpretime të mëhershme se kjo është parti vetëm e familjes Haradinaj, se pa fjalën e dy Haradinajve asgjë s'mund të bëhet më rënd kështu me radhë. Pra praktika, përvoja, zhvillimet treguan të kundërtën ose diçka ndryshe. Dhe shfrytëzoj rastin që nëse më lejohet, natyrisht kam lejohet. Patjetër. Që ta dim çka po thua. Po. Sepse nëse thon patjetër pa di çka po them atëherë. Pikërisht. Pra unë kam shumë dëshirë dhe propozoj që një figurë emblematike si Ramush Haradinaj dhe të jetë presidenti i arshëm i Kosovës. Do diskutojmë pastaj këtë pjesën e presidentit. Zotri Gojnovci, ju se sheni dhjetën e parë të AK-s, megjithëse pra përfundimisht nuk dihet se sa ulse përfundimisht do të ketë kjo parti nga numërimi total i votave. Po mirë, kjo është një listë e AK-s të si me quajtë identiteti i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Në kuvendin e Kosovës janë deputetet pothuajse të njëjtë me pak përjashtime. Megjithatë që është interesant që zoti Gjini ka paralajmëruar se nuk do të jetë i deputet nëse as
e njëjtë do të bëjë edhe zoti Daut Haradinaj, e që për shkak të kuotës gjinore, pastaj do të kemi lëvizjem, duket është Albona Bytyqi, e cila vjen në karrikën e deputetës dhe si rrjedhoj e largimit të zotit të Haradinaj, Daut Haradinaj, por do të kemi edhe Burim Ramadonin në Parlamentin e Kosovës, gjithmonë nëse mbesin me 8 numra, me 8 ulse, nga se numri madh i votave të Mergatës mund ta cenoj Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka pasur dhe një fat kësaj radhe, po e quaj kështu, sepse është përfituesja më e madhe e numrit të vogël të votuesve në zgjedhje. Sa më i vogël numri i votuesve, aq më tepër përfitojnë subjektet e vogla politike. Por këtë duhet shtuar edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, sepse jo gjithmonë funksionon strikt kështu siç po them unë. Por në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës ka një votues, është subjekti i vetëm politik në Kosovë që ka një votues pothuajse të betonizuar dhe shumë besnik. Është ai votues që ka tash 25 vjet që funksionon subjekti AK, i cili ka besnikëri të shtuar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe natyrisht në variantet rralla mund të rrezikoj të mbetet jashtë parlamentit, por në situatat kur mund të kemi një dalje shumë të madhe të zgjedhësve në votime, atëherë situata mund të jetë më delikate. Megjithatë, me ardhin e zotit Gjini paralajmërohen edhe rifreskime, edhe zgjerim nga gjeografia, harta politike, e cila Mbase tradicionalisht jemi mësuar e cila mbase tradicionalisht me gabim ndoshta e veçon Aleancën si rajonale në Dugagjin, hapja e kësaj harte ndoshta do të sjellë edhe freski edhe votues të ri në Aleancë. Pozitive për politikën e përgjithshme të Kosovës, pse Aleanca është në Kuvendin e Kosovës, është fakti që i shton atë dinamikën dhe sharmin demokratik edhe Kuvendit, por edhe matematikave potenciale për krijimin e institucioneve. Tani Aleanca mund të jetë një subjekt politik i cili mund të luajë rol dominant në krijimin e Kuvendit dhe në krijimin e qeverisë së Kosovës për shkak të kombinimit të numrave. Dhe i rikthehemi tani profesor pjesës emrit për president, sepse desha një qëndrim edhe nga zotëri Gojnovci, sa i përket emrave në AK. Besoni se çështja e presidentit tashmë do rikthehet si pikë e parë e diskutimit mes partive politike, marrë shkas krizën që patëm së fundmi? Para se t'ja përgjigje direkt në këtë pyetje, më lejoni pak të ndërlidhem me diskutimin pak më herët që patëm, sa mundet vetëvendosja me formu vetë qeverinë me komunitetin jo serb. Po nëse edhe mundet me bë, nëse mundet në bazë numrave, prapë do të jetë i paqëndrueshëm ajo krijesë e qeverisë e re, sepse kur dalim te pika e presidentit, natyrisht aty do të ketë hezitim, gjithsesi mos bashkëpunim nga partitë opozitare shqiptare, të cilat nuk do të konsultohen fare në mirën e konsiderat për krijimin e qeverisë nga ana e fituesit të këtyre zgjedhjeve. Që i bie pa një marrëveshje paraprake, pa një marrëveshje politike me spektrin politik, nuk mund të jetë e qëndrueshme qeveria e cila po supozojmë që formohet nga njëra partia fituese, nuk do të jetë e qëndrueshme për faktin se nuk mund zgjidhet president. Kur nuk mund zgjidhet presidenti, automatikisht vendi shkon në zgjedhje, që i bie prapë në një rreth vicioz. Prandaj unë shumë uroj, lutem, dëshiroj që të mirën vesh subjektet politik shqiptar, mirën vesh partia fituese me partnerët tjerë politik, krijojnë një koalicion gjerë dhe të krijojmë të gjitha institucionet që nënkupton edhe parlamentin, fillimisht edhe qeverinë edhe presidentin. E përmendet pak më parë emrin e Ramush Haradinaj. Po një figurë sipas jush e dur për të bërë president dhe besoni se është e mundshme? Unë kam besuar deri vonë, pavarësisht se u duk që nuk e ka përkrajën e partive politike edhe në herën e kaluar kur u përmend. Realisht unë kam pas besu që zonja Osmani do të jetë një figurë e pranueshme për presidente dhe do t'i bënte Kosovës, do të ndikonte pozitivisht, tu e ditë faktin që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në afrimimin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në politikën e jashtme, deri atje që dimë të gjithë rritjen e afërsi shumë e madhe interpersonale me kryetarin presidentin SBA-s, që është diçka që nuk mund të arrihet lehtë në rrethana të tjera. Pavarësisht kësaj saj pam disponimin dhe qëndrimin e VV-s që nuk është figurë e përshtatshme, nuk është figurë e pranueshme
Dhe unë personalisht besoj që Lëvizja Vendosë nuk je vot për presidentin Osmani për të qenë presidente e vendit, kjo është një analizë imja, kurse në mungesë të saj një figurë tjetër që i plotëson disa kritere, kriteret po kthehemi aty ku gjithë opinioni e din se figurë Ramushadin është një familje poshtë emblematike kosovare, me një të kaluar heroike dhe me një edhe përvojë në menaxhim, ishte kryeministe, një afërsi të madhe me SBA-n, u dëshmua kjo shumë herë. Prandaj në këto rrethona dhe këtë konstelacion të faktorëve ndikus, figura Haradinajt është e përshtatshme për këto rrethona që të jetë i mundshëm, si figurë e mundshme për të udhëheqë vendin në cilësinë e presidentit. A do të voton VV-ja për zotin Haradinaj jo, të janë prapë dakordime, aranzhmane politike, të cilat në politikë asnjëherë duhet thuhet që s'bën, sepse gjithçka është e mundshme, edhe vetë definimi i politikës së artit së mundshme, gjithçka është e mundshme, prandaj shohim, por unë mendoj që në këto rrethona është një figurë emblematike që i plotëson shumë kritere dhe opinioni i gjerë din edhe një herë zoti Haradinaj si personalitet që punon, ka karakter pragmatik puna e tij dhe është bën një përvojë, akumulon një përvojë bukur e madhe në politikë. Mirë. Trikonovci, në anën tjetër si keni lexuar përgjithsisht edhe deklaratat e eksponentëve politik pas shpalljes të rezultateve preliminare pra të zgjedhjeve të 7 qershorit, specifikisht deklaratën e Kurtit ku tha se ne kemi qeveri, kemi ushtruese të detyrës së presidentes, por nuk kemi kuvend. Çka la të nënkuptoj, çfarë mesazhi mbase mbart në veti një deklaratë të tillë, se do jetë i vështirë bashkëpunimi mes vetëvendosjes dhe partive të tjera, por në anën tjetër edhe deklarata e Osmanit që përmendet edhe pak më herët, pra për pjesën se vetëvendosja s'ka arsye të mos e votoj si presidente, e më pas u duk se u zbut në deklaratë ta quaj kështu, sepse tha që emrim nuk do shndrohet në arsye për blokadë. Shiko, tani zoti Kurti tha që ne do dalim nesër në ora 8 në punë, kemi qeveri, kemi presidencë, por nuk kemi kuvend. Kjo është e vërteta, thonë. Por ai nuk tha që nuk do të kemi, sepse nuk e lejojnë normat kushtetuese. Pas zgjedhjeve kërkohen qeveri e re. Dhe ajo çka para se të thotë këtë deklaratë zoti Kurti e tha atë natë ishte që do të bashkëpunojmë me secilin prej subjekteve politike dhe kjo ishte inkurajuese. Prandaj e shoh në funksion të ndërtimit të institucioneve të vendit, sepse patjetër që ata qeveria Kurti në detyrë funksionon dhe tani mbetet me merr dhe vendime, natyrisht sepse deri në konstituimin e kuvendit të zgjedhjes së qeverisë ne duhet të kemi institucione të cilat drejtojnë vendin. Në aspektin politik, zoti Kurti la si asnjëherë më përpara, fjalia e tij atë natë ishte jashtëzakonisht miqësore politikisht, dhe se asnjëherë më përpara ndoshta krijoi hapësirën e nevojshme për të lënë të kuptohet se do të ketë afërsi dhe bashkëbisedim me subjektet politike. Pres që kjo të ndodhë, sepse mendoj që mosdalja në numër kaq të madh qytetarëve është një leksion për subjektet politike e përtej kësaj vetë fakti që ne sorollatemi tash 18 muaj pa institucione dhe shkojmë gazetet në zgjedhje është e dëmshme, jo vetëm në rrafshin financiar që ndonjëherë themi na kushton 10 milion, 11 milion, ato janë dëmi më i vogël që Kosova e përjeton, por edhe në rrafshin e brendshëm të organizimit të shtetit, të funksionimit të shtetit, e veçanërisht në rrafshin e jashtëm. T'ju kujtoj që vetëm deri me 30 qershor Kosova humbi diku 90 milion euro nga pakoja e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërsa nëse rrezikojmë sërish të shkojmë në zgjedhje, deri me 25 dhjetor ne humbim 250 milion euro nga pakoja e zgjerimit të Bashkimit Evropian, para të cilat janë të pakthyeshme. Pra, dhe kjo nuk është vetëm financiarisht. Dhe jo vetëm këtë rrafsh, pikërisht. Por është edhe në aspektin e ndërtimit të standardeve më të larta që kërkohen nga Bashkimi Evropian për vendet aspiruese. Që nënkupton se duhet të përmirësohet jeta jonë si qytetar nëpërmes atyre fondeve të investuara nga Bashkimi Evropian. Ndërsa deklarata e zonjës Osmane atë natë ishte deklaratë brenda një karizmës të saj politike, realisht identitetit të saj personal politik, që për mua mbetet vetjak dhe egocentrik. Zonja Osmane në kohën kur lexoheshin numrat fatalist politik për lidhjen demokratike të Kosovës, nuk kishte arritur ta merrte pak më shumë se 1/3 e
subjektet e parë politik, pra ishte e treta e renditur dhe 3 fish më pak gati votë se sa fitusi, ajo prap i shkon të mendja të fliste për veti. Pra për mua ishte jashtëzakonisht e çuditshme dhe nuk ka rrija ta kuptoja. Të nesërmen ose të pasnesërmen thas që unë nuk do të bëhem pengesë, po edhe këto duhet parë në rrafshin politik. E para ajo nuk është fare kandidate për presidente, është presidente kandidate nga Lidhja Demokratike. Për të qenë kandidate presidente, duhen procedura tjera. Fillimisht duhet marrë 30 numra, 30 nënshkrime në Kuvendin e Kosovës dhe ajo nuk mund të realizoj këto nëpërmes Lidhjes Demokratike, sepse në rastin më të mirë, LDK do të ketë 20 ulse. Pra nuk i ka 30 vota. Po ashtu ishte optimiste deklarata e zotit Abdigjiku që presin që të bashkëpunojnë, edhe deklarata e zotit Hamza që gjithashtu e tha në formë decidive që nuk kemi vija të kuqe. Vetë shihet se si do përkthehet pastaj në praktikë. Edhe një fjali rreth kësaj, unë jam i prirur që të mos ju besoj gjithmonë atë që thonë politikanët, më shumë t'ju besoj atë çfarë veprojnë, e veprimet nuk janë shenjë mirë që do të kemi bashkëpunim në të afërt për krijimin e institucioneve, ndoshta krejt loja do të bëhet kujt do t'i mbetet faji për shkuarjen e zgjedhjeve të sërishme. Unë kam drojen serioze që ne do të futemi në një proces të ri brenda këtij viti ndoshta. Ndonse mundësitë për të evituar janë maksimale. Mbetet për të parë dhe për të diskutuar më pastaj. Zoti Binovci, falenderoj shumë që pjesën. Faleminderit. Profesor, faleminderit poshtë. Ju lutem. Vazhdojmë tutje të nderuar shikues me të tjera materiale. Gjykata themelore e Prishtinës ka caktuar 1 muaj paraburgim për